Ti që po e shikon këtë, je njeri i krijuar nga Zoti. Gjithçka që na rrethon është gjithashtu krijimi i Tij i mrekullueshëm. Zoti krijoi tokën dhe pa se gjithçka ishte e mirë. Por megjithatë, diçka ndodhi. Ajo harmoni që ishte në fillim nuk është më e njëjta sot. Bibla tregon se njeriu jetonte në paqe në fillim, pa frikë dhe pa turp. Ata e dëgjonin Zotin që fliste dhe ai ecste në kopshtin e Edenit. Por tani, bota duket ndryshe. Ka të keqia, egoizëm, dhimbje. Ne lëndojmë njëri tjetrin, turpërohemi, ndjejmë faj. E kuptojmë se diçka është thyer, si në botë, ashtu edhe brenda nesh. Pra, çfarë ndodhi? A ekziston vërtet Zoti? Dhe nëse po, a ka dështuar ai? Si mendon ti? Shkruaj një koment dhe herën tjetër unë do të flas për atë që mendon besimi i krishterë.